Pas protestës së opozitës mbrëmjen e së shtunës, policia identifikoi 37 tubues, të cilët hodhën molotov dhe goditën uniformat blu të angazhuara në mbarvajtjen e demonstratës. Prej tyre 18 përfunduan pas hekurave, çka pasoi edhe me një përplasje tjetër, kësaj here mes deputetëve të opozitës, mbështetësve të tyre dhe forcave të policisë brenda komisariatit numër 1. Mes të shoqëruarve ishte edhe një fëmijë i mitur, i cili u lirua pas mbritjes së prindërve të tij në ambientet e policisë. Pamjet e siguruara nga Vision Plus tregojnë momentin kur kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, deputetët Flamur Noka dhe Tomor Alizoti kërkojnë lirimin e mbështetësve të arrestuar të tyre, duke debatuar ashpër me policinë. Kush je ti që më ke dhënë mua policën përpara? Kush? Kush? Në cilin ligj të thuhet ty që polici pengon deputetin Biljë Social? Po gjoj. Atëherë, unë jam përfaqësues i policisë. Unë jam deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Shumë mirë. E kam me ligj. Statusi ligji për statusin e deputetit aksesoj pa njoftim çdo institucion publik. Te salla ku bënim mbledhjet. Ndërkaq 11 nga blut e policisë u lënduan në tubim në krye të detyrës, të cilët u vizituan nga drejtori i policisë së Tiranës Elton Alushi, por fatmirësisht nuk kanë patur probleme të rënda. Të lënduar përfunduan edhe 5 qytetarë të cilët morën mjekim në urgjencë dhe u dërguan më pas në shtëpitë e tyre. Opozita mbajti të shtunën protestën e radhës, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku.